Kondi i Diasporës. Këtu ne do të prezantojmë kandidatët e lëvizjes bashkë nga diaspora, por po ashtu do të flasim për pikat programit bashkë, për idetë e lëvizjes bashkë dhe do të kemi të ftuar përveç kandidatëve edhe njerëz të cilët jetojnë në Shqipëri, por flasin për diasporën. Unë sot kam rastin dhe kënaqësinë të prezantoj Elio Shytin, i cili është kandidati ynë nga diaspora për qarkun Berat. Elio Shyti është votbesuar nga Këshilli Koordinues që të udhëheq listën në qarkun e Beratit dhe unë do të kaloj menjëherë në prezantimin e Elios. Elio, mirë se erdhe në Shqipëri, mirë se erdhe në podcast dhe për ata të cilët po shohin për herë të parë dhe nuk të njohin, kush është Elio Shyti? Përshëndetje Alban, faleminderit për ftesën. Elio Shyti po nis pak nga historikisht, domethënë, lindur në Berat, në qytetin e Beratit, në vitin 1989, më pas aty kam kaluar një pjesë të rinisë time, të fëmijërisë time, pasaj si shumica, si një pjesë e madhe e shqiptarëve në vitet e këqija të 1997-s kur filluan trazirat, unë detyrova bashkë me familjen time të largohesha drejt Greqisë. Aty kam kaluar diku 9 vitet e mia, ku nga fundi pasaj u kthyem sepse familja ime donte, babai sidomos donte gjithmonë që ne të ktheheshim në Shqipëri, nuk e gjeti asnjëherë veten jashtë. U kthyem në Shqipëri, ishin ato vite ku unë pasaj, domethënë viti 2005, kur unë fillova dhe gjimnazin, arsimin e mesëm në shkollën në gjimnazin Babdut Karbunara. Aty kam bërë 4 vitet gjimnaz. Kanë qenë vite të vështira sepse unë isha mësuar me një kulturë tjetër. Gjuhën e kemi folur në shtëpi gjithmonë shqipja, ka qenë shqipja, po me motrën duke qenë se të dy ishim në shkollë greqisht, kemi folur me njëri tjetrin greqisht edhe gjithsesi ishte e vështirë, domethënë, që të lexoja, të kapja mësimet, duke qenë se shkolla shqiptare ka qenë dhe pak më e avancuar në krahasim me shkollën në Greqi. Gjithsesi unë e kapa veten, arrita biles të dilja dhe me rezultate të mira në gjimnaz dhe pastaj pasi mbarova gjimnazin, familja vendosi që duke qenë se unë do vazhdoja studimet e larta në Universitetin Politeknik të Tiranës për inxhinieri informatike, të më ndiqnin, të më shoqëronin dhe erdhëm këtu, pastaj morëm një shtëpi me qira të gjithë dhe erdhëm këtu. Në moment që mbarova me shumë vështirësi studimet në Universitetin Politeknik Tiranës, vendosa vetë pasaj, prindit në vitin 2010 për fat keq më vdiqën dhe isha vetëm me motrën nga kushtet e vështira që të gjithë i dim, vendosa si zgjidhje të mundshme të paktën për mua të largohesha sërish emigrim, domethënë për herë të dytë drejt Gjermanisë. Në ato kohë isha njohur edhe me gruan që kam sot, vendosëm me të bënim edhe martesën e celebrimin dhe ikëm të dy jashtë në Gjermani për të ndërtuar atje një jetë nga fillimi. Për fat të mirë, emigrimi në Gjermani ishte pak më i butë se në Greqi, ku kishim shumë vështirësi nga ana burokratike, diskriminimi e të gjitha këto që ne i dim. Dhe berin momenti sot, domethënë që jam këtu, e kam pasur gjithmonë këtë dëshirën që dua të bëja diçka për vendin tim, sepse duke qenë se u dëbova gjithmonë të dyja herë, dhe herën e parë që ikëm në Greqi familjarisht dhe herën e dytë u dëbuam në mënyrë të dhunshme, të them, në thonjza, sepse nuk donte askush të largohesh, na pëlqente vendi, jo donim të qëndronim këtu. Kam pas gjithmonë dëshirën që të rikthehem ose të gjej një mënyrë se si mund të investoj në vendin tim dhe prandaj kam qenë gjithmonë afër, kam ndjekur zhvillimet politike në Shqipëri, edhe viti i fundit, nëse ju kujtohet, ne kemi ndërtuar atë nismën Dua të votoj 2025 dhe kemi luftuar për të patur që shqiptarët e diasporës të kenë mundësinë të votojmë dhe për fat të mirë ja dolëm. Kështu që kjo pak a shumë ka qenë është historiku im. Sot punoj si inxhinier informatike në një kompani në Gjermani dhe kam 2 fëmijë tashmë, kështu që Elio, shumë njerëz, domethënë, kur mendojnë për kandidat në zgjedhje elektorale, mendojnë për njerëz të cilët duan bëhen deputet patjetër, ose madje ka edhe nga partitë e vjetra të cilët paguajnë shumë para për të qenë pjesë e një liste të partisë. Ti ke pranuar që të jesh në listën e lëvizjes bashkë, do vish, do angazhohesh deri në ditën e zgjedhjeve dhe pastaj kthehesh prapë në Gjermani. Pra ti bashkë me shumë kandidatë tjerë të lëvizjes bashkë, do vini, do bëni fushat dhe pastaj do ktheheni atje. Mua më intereson shumë, domethënë, kush është ky motivimi jot i brendshëm për të qenë pjesë e kësaj gjëje, jo thjesht për të vendosur emrin diku, por për t'u angazhuar seriozisht në këtë fushat. Çfarë të motivon? Ti mund të ishe në Gjermani, mund të ishe në punën tënde dhe mund të ishe në Terezinë tënde. Kush është motivimi vërtet
që ka Elio. Si që thash Alban edhe më përpara, domethënë largimi nga Shqipëria nuk ishte me dëshirë, ishte pak i sforcuar dhe gjithmonë e kam pasur si dëshirë që unë të bëj diçka për vendin tim edhe të gjej një mënyrë për të kontribuar. Vitin që shkoj pata mundësinë me nismë dua të votoj, që të kontribuoj, që të realizohet vota e diasporës. Nuk kam pasur asnjë mbështetje ekonomike, domethënë nuk ka qenë asnjë nxitje ekonomike nga pasi unë ta bëj këtë veprim, po e kam bërë me shpenzimet e mia, me dëshirën time shumë të madhe. Dhe njëjta gjë ndodh edhe sot që kam mundësinë që më jep nëpërmjet lëvizjes bashkë që unë të kandidoj në listat për deputet të qarkun e Beratit, është një shans shumë i madh. Unë besoj se politika 35 vjeçare ka dështuar në këtë pikë, si në gjithë Shqipërinë ashtu edhe në qarkun e Beratit, ku të zgjedhurit politik të qarqeve të vendit nuk e kanë përfaqësuar njësisht vendin ku ata kanë kandiduar, pra qarkun ku ata kanë kandiduar. Dhe kështu që unë e shoh si një mundësi shumë të madhe, kjo që më jepet sot, që unë atë dëshirë të akumuluar prej vitesh, të kem mundësi ta çoj në parlament edhe ta mbështes vendin tim në mënyrë të dinjitetshme. Ti ke kaluar domethënë nga Greqia ke ardhur në Shqipëri dhe në Gjermani. Unë besoj që për shumë shqiptar ky ka qenë një lloj udhtimi. Pra shumë shqiptarë, sidomos pas krizës së vitit 2008, kanë tentuar të kthehen në Shqipëri, të rikthehen në adheun e tyre, le të themi. Nuk i kanë gjetur kushtet, nuk i kanë ofruar mundësitë dhe pastaj kanë emigruar diku tjetër. Pra nga emigrant në Greqi kanë ardhur në Shqipëri, janë ndjerë ndoshta më emigrant se sa atje ku kanë qenë dhe pastaj kanë vendosur të largohen. Tani, unë mendoj që ti je vërtet përfaqësuesi paktën më i miri i emigrantëve të Greqisë, por po ashtu edhe të Gjermanisë, në kuptimin që ti mund të flasësh dhe mund të jesh zëri atyre. Pra kur mendon për shqiptarët e Greqisë, sepse janë numri më i madh i shqiptarëve, duke parë dhe statistikat, le të themi, janë njerëzit të cilët duket më të interesuar dhe për këtë zgjedhje, duke filluar me Italinë dhe me Greqinë si vendi i dytë në numrin e pjesëmarrësve në këtë zgjedhje. Kush janë hallet që mendon ti edhe si thua, kush është perspektiva e një emigranti që jeton në Greqi? Çfarë do donte një emigrant që jeton në Greqi dhe në Gjermani, nëse mund ta përmbledhje, që të ndodhte në Shqipëri dhe pastaj të krijojë, si thua, shpresa dhe mundësia që ai të kthehej? Siç është në rastin tënd, sepse unë besoj që ti do kthehesh një ditë, qofse vërtet do kishte kushte që do të suportonin, le të themi, kthimin tënd. Diaspora greke është diaspora më e madhe, domethënë që ka Shqipëria dhe për fat të keq është diaspora më e vuajtur. Unë e kam përjetuar ato vuajtje që ka pas diaspora greke në 10 vite që kam jetuar atje pak a shumë dhe disa nga problemet kryesore janë diskriminimi që hasin shqiptarët në Greqi, sidomos nga politika, nga institucionet. Ne kemi vuajtur gjithmonë në Greqi për të pajisur me dokumenta qëndrimi. Diçka që në vendet të tjera sot ku jetojnë në Gjermani është shumë herë më e thjeshtë për të marrë këto dokumenta. Në Greqi ka pas kosto të larta, ne duhet të paguanim siguracionet e punës, pra që punëdhënësi grek nuk na i jepte sepse na mbante në të zezë, kështu që përveç rrogës që kishim më të ulët se të gjithë grekët, ne duhet të paguanim dhe shpenzimet e tjera për të bërë dokumente. Mungesa e shtetit ka qenë e plot, ne nuk kishim asnjë mbështetje domethënë nga shteti shqiptar, në moment që dilte një problem, ne ishim të lënë në mes të katër rrugëve. Dhe kështu shumë probleme të tjera që diaspora greke ka, siç është problemi i pensioneve, për shembull, që sot dikush që vendos të kthehet pasi ka punuar 20, 25, 30 vite në Greqi, dëshiron të kthehet në Shqipëri për të kaluar vitet e pensionit, që është komplet legjitime dhe e kuptueshme, nuk ka mundësi sepse nuk ka një marrëveshje midis shtetit shqiptar dhe shtetit grek për çështjen e pensioneve. Kështu që besoj këto janë disa nga problemet kryesore, domethënë që ka diaspora në Greqi, dhe këto janë çështje të cilat Lëvizja Bashkë ka dhe në programin e vet, dhe ne do përkushtojmë një pjesë të madhe të energjisë tonë në mënyrë që këto të jenë të parat të problematika që të zgjidhen për pjesën e shqiptarëve në diasporë. Do kalojmë pastaj tek Berati, le të themi tek ai vizioni jonë ose se si e mendon ti se do mund të ndryshojë gjendja, le të themi, në qytetin e Beratit, po të flasim pak për disa nga pikat e programit Lëvizjes Bashkë për diasporë. Shumë mirë që e përmende, një nga pikat që unë vetë kam propozuar si kontribues në programin e Lëvizjes Bashkë në pjesën e diasporës dhe emigrantëve është le të themi transformimi total i shërbimeve konsullare. Pra është ajo që e theksove dhe ti, domethënë që shqiptarët kudo ku janë ndjehen si praktikë, janë jetim.
ndërkohë që ne do duhet të kishim organizim në nivel shtetëror kudo ku ndodhen shqiptar, që t'ju vinë në ndihmë për gjëra shumë bazike. Pra nga momenti që një shqiptar shkel në Greqi ose në Gjermani ose në Angli ose kudo tjetër, pika e referimit duhet jetë ambasada shqiptare, konsullata shqiptare, qoftë për t'u informuar se si funksionon sistemi, kuptimi, ku do regjistrohet, ku do shkoj, ku mund gjej një shtëpi, ku mund gjej një banesë, e gjithçka tjetër, por qoftë edhe për t'u mbrojtur. Pra për t'u mbrojtur nga diskriminimi, nga shfrytëzimi në punë, që janë problemet në për cilat shqiptarët kalojnë shumë shpesh. Unë kam propozuar që të ketë një transformim total të shërbimeve konsullore dhe të ketë një lloj digitalizimi të këtyre shërbimeve. Pra që kurse kohë shqiptarët që jetojnë, le të themi, në diku 4 orë larg Romës, nuk kanë pse të shkojnë në Romë tek konsullata për t'u paraqitur nëse nuk është vërtet e domosdoshme. Pra shumë shërbime që sot ne mund t'i merrnim shumë lehtë përmes një telefoni, përmes një aplikacioni, që në fakt ekziston, sepse qeveria na thotë që ekziston e-Albania, por nuk të zgjidh punë. Shqiptarët jashtë e dinë se e-Albania nuk të zgjidh punë për asgjë. Kush është ideja jote, domethënë, si do ishte konsullata e të ardhmes? Pra si do imagjinoje ti po të shkoje te konsullata në Berlin, sepse unë kam jetuar shumë vite në Berlin, kam patur fatin mos shkoj te konsullata, po më kanë thënë që eksperienca është shumë negative. Pra njerëz që sillen shumë, domethënë sillen sikur të ishin punonjës një zyre periferike në Shqipëri, në një fshat të Shqipërisë, ndërkohë se kuptojnë se është, domethënë, konsullata shqiptare në Berlin. Ke pas eksperienca se ti ke jetuar edhe në Greqi dhe në Gjermani, ke pas eksperienca në konsullatat, të si mendon që mund të transformojmë, si më thënë, këtë lloj sektori të administratës shqiptare? Sigurisht, për të dhënë një pasqyrë me pak fjalë të asaj ç'a ndodh në konsullatën shqiptare, unë personalisht ndihem më mirë kur shkoj në një institucion gjerman për të marrë ndihmë se sa kur shkoj tek konsullata shqiptare, sepse është ashtu siç e përshkrove ti, është një zyrë e cila e para ka një qasje shumë të ftohtë ndaj qytetarëve shqiptar, ndërkohë që duhet të ishte e kundërta, sepse konsullata shqiptare është aty pikërisht për të mbështetur shqiptarët që jetojnë jashtë. Kjo nuk ndodh, digitalizimi mungon komplet, domethënë për të lënë një takim atje e bën me emaile, domethënë ti çon një email, merr një email mbrapsht që takimi t'u lanë në këtë orar, e ke shumë vështirë që të kontaktosh sepse duhet i marrësh në telefon, nuk ke mundësi të bësh një ankesë nëpërmjet faqes së website-it apo në një mënyrë tjetër në një aplikacion apo diçka, dhe këto janë vështirësi shtesë. Dhe po të mendosh për shembull që në Gjermani më duket ekzistojnë vetëm 2 konsullata, është tepër e vështirë se çfarë ndodh me dikë që jeton 5 orë larg, për shembull, që ka një familje në Hamburg, për shembull, duhet të udhtoj 5 orë për të shkuar në konsullat edhe për të mbaruar punë për një diçka ndoshta shumë të thjeshtë për të marrë një kartë identiteti apo një shërbim tjetër konsullor, dhe përveç asaj konsullata as nuk e organizon punën mirë. Po unë për shembull kam pasur rastin disa herë, duke qenë se edhe fëmijët e mi lindën në diasporë dhe më është dashur të bëj dokumentacione, pasaporta, karta identiteti, dhe të shkoja shpesh herë atje me fëmijë të vegjël, domethënë të sapo lindur, dhe ndërkohë që linim takim, konsullata më linte takim në ora 11, po themi, unë shkoja në 10:30 atje dhe mbaroja punë në ora 17-18 mbasdite. Dhe nuk e kuptoja pse në moment që ti mua më ke lënë takim në ora 11:30, atëherë do të zgjidh punë në ora 11:30. Dhe këtë gjë e shikoja që e bënte me sukses konsullata kosovare, sepse në Mynik konsullatat janë kosovare dhe shqiptare, janë në një korridor dhe ndahen me një derë. Dhe ndërkohë që dera, pra korridori që futesh te dera ambasadës e konsullatës kosovare ishte bosh, pa njeri, po vinte njeri, hape dera, futej brenda, te korridori konsullatës shqiptare ishin 30-40 veta, që përveç se kishin orarin e takimit, mbanin dhe një letër në dorë, radhën, se kur kishin ardhur, që të futeshin me radhë. Domethënë ishte diçka e pa kuptim. Unë mendoj se këtu ka shumë hapësirë dhe ka shumë nevojë për të përmirësuar. Një është ajo që thua ti nëpërmjet digitalizimit të shumë shërbimeve. Ka shumë shërbime tashmë që mund të bëhen në mënyrë digjitale dhe ti qytetari nuk ka nevojë fare të shkojë në konsullat, të harxojë kohën, të lodhet e tjera vështirësi për të marrë një shërbim. Shërbimi tjetër shumë i rëndësishëm është për shembull informacioni, ose ndoshta edhe një mbështetje juridike në rast se çështjen e dokumentave apo probleme të tjera që kanë shqiptarët e diasporës, të mbështeten juridikisht
pra nga njerëz që njohin edhe ligjin e shtetit ku ndodhet konsullata, në mënyrë që të shmangen edhe këto diskriminimi që i ndodh shqiptarëve jashtë, duke qenë se nuk e njohin ligjin, duke qenë një problem i madh është edhe gjua, për shembull, se kur nuk e njeh gjuhën e ke shumë të vështirë ta mbrosh veten, akoma edhe atëherë kur ke të drejtë ose akoma edhe atëherë kur e di se çfarë është për të bërë. Të gjitha këto janë gjëra që mungojnë deri sot, që ka kaq vite që Shqipëria ka pra gjysmën e popullsisë ka jashtë, këto çështje duhet ishin zgjidhur prej vitesh, por fatkeqësisht nuk janë zgjidhur. Këto janë gjëra që ne i kemi në programin Lëvizjes Bashk dhe në moment që do kemi mundësi, pra do kemi votbesimin nga qytetarët, ne do të realizojmë sepse i shohim gjëra shumë të rëndësishme. Një pikë tjetër që do shtoja do të ishte edhe konsulatat apo shteti shqiptar do të bënte edhe evente kulturore, sepse eventet kulturore në diasporë i mbajnë lidhjet e diasporës me vendin e tyre më të forta. Përveç kësaj, ndikojnë që edhe brezat e rinj, pra fëmijët e mi që kanë lindur në Gjermani dhe nuk e kanë lidhjen aq të fortë që kam unë me Shqipërinë, që kam jetuar vite me radhë, kam njerëzit këtu, edhe ata nëpërmjet eventeve kulturore arrin që të krijojnë një lidhje më të fortë me Shqipërinë dhe edhe kjo është në favor, domethënë, dhe të tyre, po sigurisht edhe të Shqipërisë. Mirë, Elio, ti kalove te pika tjetër e jona që është asistenca ligjore. Në fakt ne e kemi menduar që pranë ambasadave të integrohej, le të themi, të ishte edhe një strukturë që shërbente si fillim si pikë kontakti për të dhënë informacion të përgjithshëm dhe më pas sigurisht për të dhënë një lloj asistence ligjore njerëzve që janë aty. Duke filluar nga, le të themi, marrëdhëniet që ndërtohet me institucionet, por edhe nga kërkesat e ndryshme që mund të kenë shqiptarët dhe në raste më të ndryshme nga aplikimi për azil. Për shembull, në 2015, unë kam qenë dëshmitar vetë të një fluksi të madh kërkesave për azil nga ana e shqiptarëve, të cilët përballë administratës gjermane ishin komplet pa informuar, edhe detyroi ambasada shteti gjerman që të informonte shtetasit shqiptar për gjëra nga më bazike. Prandaj në programin tonë kemi të parashikuar si pikë që t'ju ofrojmë shtetasve shqiptar kudo ku ndodhen, sapo shkelin atë vetë, një asistencë ligjore, si fillim t'i informojmë dhe më pas të jemi aty për t'i ndihmuar nga ana juridike që ata të integrohen sa më shpejt, që ata të informohen sa më shumë dhe ta kenë sa më të lehtë procesin e integrimit. Përveç kësaj, unë desha të flasim shkurtimisht edhe për një pikë tjetër që ne kemi në program, që është bashkimi familjar. Tani ti je baba dhe imagjino sikur ti të jetoje në Gjermani dhe familja të ishte në Shqipëri. Dhe ti kishe siguruar kushtet familjes për të ardhur në Gjermani, ndërkohë që shteti shqiptar është shumë i ngadalë dhe thjesht të vonon me procedura. Kam menduar për një pikë që besoj është shumë e rëndësishme, që është lehtësimi i bashkimit familjar. Pra, nëse ti ke siguruar dhe i ke bërë gjitha dokumenta dhe je gati për ta marrë familjen, shteti shqiptar duhet të lehtësojë këtë proces dhe ta bëjë sa më shpejt, që ti të mos harxhosh kohë me burokraci. Ne duhet ta përshpejtojmë këtë pavarësisht se ne nuk duam që njerëzit të largohen. Dëshira dhe ëndra jonë është që shqiptarët të jetojnë në Shqipëri, ama realiteti është se shumë shqiptarë janë larguar dhe duan të marrin dhe familjet e tyre. Prandaj ne Lëvizja Bashk duhet të ja lehtësojmë sa më shumë këtë proces. Besoj dhe nga eksperiencat i ke patur, domethënë sapo e përmende, edhe jam i sigurt që është shumë pikë e rëndësishme për gjithë shqiptarët e diasporës. Nuk e di nëse mund të shtohet diçka tjetër për këtë pikë. Po, shikoj Alban, ti e përmende që normalisht detyra e një qeverie është që qytetarët të gjejnë veten në vendin e tyre dhe mos të largohen. Po ne po jetojmë në një botë sot që gjithmonë më tej kufin po zbehen edhe njerëzit sigurisht lëvizin dhe kjo është gjë shumë e mirë. Në moment që njerëzit lëvizin me dëshirën e tyre dhe jo të sforcuar nga kushtet e këqija në vendin e tyre, është çdo gjë në rregull. Dhe në këtë këndvështrim çdo shtet dhe në rastin ton Shqipëria duhet që emigrantët, pra njerëzit që emigrojnë jashtë duhet i mbështesin në çdo formë. Sigurisht që bashkimi familjar është një nga çështjet më të rëndësishme, se një familjar që largohet jashtë sigurisht e ka kokën mbrapa dhe gjëja e parë dhe më kryesore që ka është që të marrë familjarët e tij pra në vendin ku ai jeton. Dhe ne kemi përjetuar këtë shumë keq në Greqi. Personalisht unë kur u largova në vitin 1997 i ka bashkë me familjen, po kishim shumë të afërt tan që nuk i sidhnin dot dhe kishte njerëz që jetonin dhe 10 vite larg familjes së tyre
sidomos pra meshkuj baballarët, sepse ata ishin ata që niseshin të parët dhe nuk gjenin pastaj asnjë mundësi se si të rrishnin familje. Kështu që kjo është një pikë shumë e rëndësishme dhe duhet parë me shumë seriozitet që burokracia të paktën nga ana e shtetit shqiptar të shmanget dhe përveç asaj të ketë edhe mbështetje, pra edhe në ato vende ku shqiptarët jetojnë të ketë edhe mbështetje ligjore dhe marrëveshje me shtetet përkatëse në mënyrë që kjo procedurë të bëhet sa më e lehtë, sa më e shpejtë, sepse është pa kuptim që familjet të ndahen për shkak të burokracisë apo problemeve të tjera. Jo, do diskutojmë edhe një pikë tjetër të programit që është le të themi njohja e pensioneve. Shumë shqiptarë kanë emigruar prej shumë vitesh, ndoshta prej dekadash, kanë jetuar dhe kanë punuar aty ku ndodhen dhe jam i sigurt që e mendojnë edhe opsionin e kthimit në Shqipëri kur të dalin në pension, pra kur të pensionohen. Ne kemi menduar një pikë që do të jetë, le të themi, si fillim zbatimi i marrëveshjeve për njohjen e pensioneve dhe sigurimeve shoqërore me shtetet që ekzistojnë. Deri tani na thuhet se me Italinë paktën është ratifikuar deri në dhomën e parlamentit. Pavarësisht se dikush tha që kjo është propagandë, fakt një nga anëtarët që unë po flis, tha që është propagandë e qeverisë sepse nuk është përfundimtare si gjë, ama ne do të kujdesemi që të lidhen sa më shumë marrëveshje bilaterale me shtetet ku kanë emigruar shqiptarët masivisht, si fillim duke filluar nga Greqia, pra që ka një numër shumë të madh shqiptarësh emigrant, nga Italia, nga Gjermania, nga Britania, që së fundmi po emigrojnë shumë shqiptarë, por që pas 20 vitesh mund të dalin në pension, edhe në Amerikë. Pastaj kudo tjetër ku ka shqiptar. Ti, domethënë si e shef si thosh këtë pikë? Sa e rëndësishme do ishte për ty që të ktheheshe në Shqipëri, nëse nuk krijohen kushtet tani, të paktën kur ti të dilje në pension, le të themi në pas 20 vitesh ose diçka e tillë. Po, çështja e pensioneve është një nga plagët më të mëdha që ka diaspora shqiptare. Dhe këtë nuk e them unë, sepse unë nuk jam akoma në atë moshë, po e them duke qenë se diskutoj dhe flas me shumë njerëz, të cilët janë në një moshë më të madhe ose në prag pensioni dhe dëshirojnë, shumica është, domethënë është vërtet interesante, shumica e shqiptarëve që kanë ndoshta edhe 20 vite jashtë, dëshirojnë që moshën e pensionit ta kalojnë, të kthehen dhe ta kalojnë në Shqipëri për shumë arsye të ndryshme, dhe problemi kryesor është pikërisht kjo që nuk marrin dot pensionet, pra kontributet që kanë dhënë në vite me 10 vjeçar rresht në shtetin ku jetojnë, sidomos në Greqi ku është pjesa më e madhe, nuk e përfitojnë dot në Shqipëri. Dhe ky është një nga dështimet më të mëdha që ka politika 35 vjeçare shqiptare në lidhje me diasporën, që nuk ka arritur këtë çështje kaq të thjeshtë ta zgjidhë, sepse Greqia nuk ka vetëm emigrant shqiptar, ka emigrant në shumë vende të tjera të botës dhe me pjesën më të madhe të tyre e ka zgjidhur këtë çështje, sepse janë çështje shumë të lehta që nuk kanë nevojë për ndonjë të shpikësh rrotën nga fillimi, po do ndjekur disa procedura që zbatohen në çdo vend të botës dhe këto çështje të pensionit zgjidhen. Po këtu duket qartë që ka munguar vullneti politik, ka munguar interesi politik dhe pikërisht ne si Lëvizja Bashkë këtë pikë duam ta marrim seriozisht, duke qenë se ka një interes të madh nga shqiptarët e diasporës. Praktikisht është dështim i qeverisë për t'i shtyrë këto marrëveshje, për t'i nisur dhe për t'i zbatuar këto marrëveshje. Janë shumë emigrantë shqiptarë, të cilët janë në fakt në moshë pensioni dhe detyrohen në rastin konkret të jetojnë në Greqi, thjesht për të marrë pensionin, sepse shteti grek nuk do ja jepte pensionin nëse ata kthehen në Shqipëri. Kjo është komplet absurde, sepse ti ke jetuar në atë vend 20 ose 30 vjet, e ke dhënë kontributin tënd, ke dhënë gjithçka që mund të jepje, dhe tani që do dalësh pension, shteti grek thotë duhet të rrish këtu dhe praktikisht to para ti shpenzosh këtu, ndërkohë që ti do duhet të ishe në Shqipëri, pranë familjarëve, nipërve dhe ndesave. Pas kaq shumë dekadash, le të themi, shumë e vërtet dhe diçka tjetër është akoma më e dhimbshme, sidomos pas fazës e emigracionit të dytë. Unë emigracion të dytë quaj këtë. Emigracioni i parë ka qenë kryesisht Greqia dhe Italia, kurse emigracioni i dytë kanë qenë këto vende Gjermania, Franca, Anglia. Dhe pse them që është e dhimbshme për fakt që nga faza e emigracionit të dytë, sepse ka pasur domethënë në vitet 90 ose pas 90 një pjesë e familjeve shkuan në Greqi, emigruan dhe fëmijët e këtyre prindërve u ritën dhe në një moment të dytë, pra kur filloi faza e emigracionit të dytë, shkuan në Gjermani, në Angli, në Francë. Dhe çfarë ka ndodhur? Prindrit tashmë janë vetëm në Greqi dhe ata po dalin në pension dhe ata nuk shohin asnjë arsye pse të qëndrojnë dhe gjatë viteve të pensionit në Greqi.
Një pjesë e tyre duhet të kthehen në Shqipëri sepse atje kanë për ata afërmit e tyre dhe mund të kalojnë një pension më të këndshëm se sa të jetojnë vetëm në Greqi ose me atë rreth të ngushtë që mund të kenë atje. Një arsye tjetër është se një pjesë e këtyre prindërve ndoshta duhen të ndjekin edhe fëmijët e tyre në Gjermani, në Francë, në Angli dhe ne këtë mundësi duhet t'ja japim këtyre njerëzve. Këtyre njerëzve që kanë kaluar kaq vështirësi, që lanë vendin në momente të vështira, jetuan, punuan 30 vite jashtë shtetit dhe ne tani nuk e krijojmë mundësinë që të paktën ata të marrin pensionin e tyre dhe të jetojnë vitet e pensionit ashtu si ata kanë dëshirë. Elio, le të kthehemi në Berat. Ti je kandidati i Qarkut Berat, je i pari i listës Qarkut Berat. Sigurisht që nuk është një garë për bashkimin e Beratit. Ama mënyra se si e shoh unë, ne mund të prezantojmë vizionin tonë, qoftë për Berat, qoftë për Shqipëri. Më ka rastisur të shkoj shumë Berat në periudha të ndryshme kohore. Sigurisht gjatë verës ka një lloj fluksi njerëzish, shumë turistë dhe ndoshta edhe emigrantë që kthehen për pushim ose në raste festash. Ama shumicën e kohës, me aq sa kuptoj unë, sidomos dimrit, Berati është thjesht, deri diku i vdekur, si shumë qytete të tjera. Dhe ajo që më bën përshtypje Berati dhe Gjirokastra sidomos, është se janë qytete që e kanë ruajtur identitetin e vet, dhe themi kulturor dhe historik shumë më shumë se sa disa qytete tjera. Ama ka një lloj mospërputhje të dy realiteteve. Për shembull, te pjesa e vjetër e Beratit, në të dy anët e lumit, ti ke atë qytetin e vjetër, ke pjesën që vizitohet nga turistë, që kryesisht vetëm turistë, gjerman, italian, francez e gjithë tjerët, dhe pastaj ke pjesën që është ndërtuar me sa kuptoj unë pas 90-s, që është si kudo tjetër, sikur shkosh në Astir, sikur shkosh diku tjetër. Pra ke një lloj dy realitete që bashkë ekzistojnë aty si thua, edhe që është shumë e vështirë pastaj për besoj unë dhe për politikën lokale që të bëjë diçka, një lloj integrimi të këtyre dy realiteteve. Ti sigurisht që nuk je në garë për kryetar të bashkisë. Kush do ishte vizioni jot, nga diaspora, si do e mendoje, si mund të zhvillohej Berati si qytet me potencialin që ka, ti shfrytëzon të gjithë potencialet që ka dhe pastaj i gjithë qarku ndoshta, i gjithë qarku i Berat. Po, në radhë para Alban, çdo që thuash ti, Berati është një qytet shumë i bukur, po ka pasur një fat të keq, domethënë në këto 35 vite që është keq qeverisur. Pra nuk i është dhënë mundësia. Dhe në para viteve 2013, pra para se të merrte qeverinë partia aktuale, Partia Socialiste, ka ekzistuar një thënie që duke qenë se Berati ka qenë gjithmonë qytet me bindje të majta, por në qeveri ka qenë Partia Demokratike, ka qenë një parti e djathtë, thuaj që ishte lënë pas dore sepse për ta diskriminuar. Por pas viteve 2013 u vu re që të njëjtin diskriminim dhe ndoshta akoma më keq ja bëri dhe partia që sot është në pushtet, pra Partia Socialiste. Pra, nëse i marrim të gjitha vitet bashkë në 35 vitet pluralizmit, po themi, Berati nuk ka parë asnjë të mirë nga politika shqiptare. Dhe pse e them këtë? Sepse Berati ka qenë një nga qytetet me potenciale shumë të mëdha, më përpara ka pasur edhe kombinatin e vet, domethënë që prodhonte, domethënë nuk jepte vetëm shërbime, sot ai ka kombinate shkatruar dhe janë bërë disa firma të vogla të cilat punojnë, bëjnë punë të caktuara për kompani italiane, domethënë, dhe shesin krahun e punës në shumë të lirë, domethënë. Kjo është i gjithë atraksioni ekonomik që ka Berati në këto momente. Shumica ushqimoreve, Berati ka pasur shumë kompani që prodhonin ushqime, komposto, pije, gjëra të ndryshme, të gjitha këto janë shkatëruar dhe kanë mbetur një numër shumë i vogël. Domethënë, gjithmonë ekonomia dhe zhvillimi i Beratit ka ardhur duke rënë, sepse pikërisht nuk ka pasur përfaqësinë e duhur as në parlament as në politik. Ka dhe 1000 probleme të tjera, siç është urbanistika, zhvillimi i qytetit, ashtu si the ti. Edhe ato dy lagje që ti përmende që vizitohen nga turistë janë bërë lagje turistike më shumë për faktin se njerëzit që kanë pasur banesat në ato vende dhe kryesisht janë pjesë njerëz që kanë jetuar në diasporë, kanë investuar që të zhvillohet ajo zonë dhe është ajo që ne e shohim sot, e cila vizitohet nga shumë turistë, po nga qeveria ka munguar mbështetja. Domethënë, nuk ka patur një plan aktual për zhvillimin kulturor, turistik të Beratit. Dhe ne këtë duam që ta ndryshojmë, sepse ne shohim potencialet jashtëzakonshme të Beratit edhe në fushën e turizmit. Po kjo deri tani ka munguar dhe nuk është vend fare
nuk i është vënë vlera fare dhe politika ka qenë shumë në intereset private të politikanëve. Po të shikojmë sot në Berat apo në gjithë qarkun e Beratit ka disa kompani të cilat mbrapa të cilave fshihen politikanë dhe interesat e politikës dhe biznesi i vogël për shembull është zhdukur fare. Nuk zhvillohen njerëz të cilët punojnë nga mëngjesi deri në darkë në bizneset e tyre të vogla nuk ja dalin as ta mbajnë më biznesin hapur sepse është shkatëruar çdo gjë. Unë do thoya që ka një problem me vizionin e përgjithshëm të qeverisë, domethënë për sa i përket zhvillimit të qyteteve e kryesisht edhe zhvillimit të qyteteve ku ka një lloj historie dhe mund të zhvillojë edhe sektori i turizmit. Praktikisht ajo që po bën në mendimin tim qeveria dhe vizioni i vetë i Ramës për Shqipërinë dhe për Beratin, për Shqipërinë dhe Beratin është ky që ne do bëhemi qift kamarier të turistëve të huaj. Dhe ata do sjellin lek dhe ne do jetojmë mirë. Pra edhe këtë mund ta shohësh shumë në Berat, atë që po thoya, te pjesa e vjetër janë turistët, që shërben, po që vetë ndoshta jetojnë te kjo pjesa e re, si më thon, edhe urbane, disi urbane e Beratit. Kjo është një vizion shumë problematik i qeverisë Rama, domethënë. Praktikisht Rama po investohet edhe nga pikpamja e marketingut, asaj që po bën qeveria e tij, vetëm tek turizmi. Dhe po numëron dhe shqiptarët dhe ti që futesh domethënë dhe vjen dhe ikën nga Gjermania, qeveria të numëron si turist. Ndërkohë që nuk është fare kjo, ky nuk është një model. Si fillim nuk zë një zot të madh në sektorin e përgjithshëm të ekonomisë, turizmi është një përqindje le të themi e papërfillshme, dhe e dyta, domethënë përvoja e vendeve të tjera ka treguar që turizmi nuk është baza e ekonomisë. Pra baza e ekonomisë është ajo që thotë që të prodhoj industria, më pas ke edhe bujqësinë, sektorin e bujqësisë, që unë mendoj se edhe në Berat si qark do mund zhvillohej. Pra që të jemi të vetë mjaftueshëm për te asaj që mund të ofrojmë turistëve të huaj. Besoj që ky është një lloj vizioni shumë problematik që Edi Rama kam frikë se do t'ia shes vetëm një pjesë shqiptarëve në diasporë, që unë e mendoj si diaspora e vjetër. Pra njerëz që janë larguar prej shumë kohësh nga Shqipëria dhe ndoshta kur ata janë larguar Shqipëria ka qenë le të themi një kasolle, edhe kur ata vinë tani dhe shohin pjesën më urbane të qytetit, le të themi Tiranë dhe shohin disa kulla, e kanë më të lehtë ndoshta të mashtrohen nga propaganda e Edi Ramës. Mirpo realiteti tregon diçka krejt tjetër, që janë njerëz që po jetojnë me paga shumë të ulta. Domethënë ti akoma ke pagën 400 euro, pagën minimale, ndërkohë që ti je shumë i ndërgjegjshëm sepse vjen dhe ikën nga Gjermania, që nga pikpamja e çmimeve jemi në të njëjtin nivel si Gjermania. Po të shkosh në supermarket në Gjermani ti blen më shumë. Do të korrigjoj, ne jemi më keq. Unë i krahasoj gjithmonë çmimet kur vi këtij dhe ne kemi për të njëjtat produkte, ne kemi në raste të caktuara dhe çmime 2 fish, 3 fish në ato që janë në Gjermani, ndërkohë që rrogat i dim ndoshta janë 1/10 e rrogave në Gjermani dhe kjo është shumë e keqe. Po doja të thosha edhe diçka tek ajo pjesa që theti për turizmin. Sigurisht që ndoshta shifrat e turizmit të personave, të turistëve që vinë në Shqipëri janë rritur, po ne duhet ta shohim këtë në kompleks. Ku ndodhet qytetari shqiptar sot në lidhje me turizmin? Është një sklav i turizmit, pra që i shërben turistëve që vinë, po vetë nuk ka asnjë përfitim ose ndoshta del edhe me humbje, duke qenë se punon me orë të gjata, duhet të ri gjithkohon të mbaj biznesin hapur, po në fund ç'a merr? A e merr mbrapsh pra atë rritje 10 fish të turizmit që thot qeveria? A e shef edhe qytetari në xhepin e tij? A u 10 fishuan të ardhurat? Dhe unë e shoh që jo. Edhe në kontaktet që kam me njerëzit, po dhe ne e shohim realisht, jo, nuk ka ndodhur kështu, sepse shumica e përfitimeve të turizmit shkojnë sot në Shqipëri në 10 duar. Pra në ata që kanë kapur Bregdetin, në ata që kanë kapur turizmin, në atyre që qeveria i jep mundësi investimi, kurse shumica e qytetarëve janë aty si sklever, për të shërbyer pikërisht bizneseve të këtyre oligarkëve të cilët e kanë kapur edhe turizmin si shumë sektorë të tjerë të Shqipërisë. Gjatë sezonit turistik në Shqipëri punojnë minore. Unë kam Kjo është tmeshme. Diku në Spillë, nuk e mbaj mend emrin e një restoranti modest, dhe mund shikoj minore që vraponin nga një cetin tjetër të restorantit, nuk shërbenin, vraponin praktikisht sepse ishin të mbi ngarkuar dhe ishin 14-15 vjeç, që është komplet e paligjshme. Gjithsesi, ne kemi një qeveri që nuk e intereson fare kjo, domethënë shfrytëzimin punë pa kushte, punë e keq paguar, punë e nën paguar, janë koncepte komplet huaja për qeverinë socialiste të majtë të Edi Ramës. Mua më bëhet vërtet qefi që e kishim këtë bashkëbisedim, edhe që do jesh me ne në këtë rrugtim si kandidat i Lëvizjes Bashkë, por jo thjesht si kandidat i Lëvizjes Bashkë,
Ti je nga anëtarët më të vjetër në Gjermani, le të themi, je nga të parët që unë kam kontaktuar kur kam marrë përsipër organizimin e diasporës dhe anëtarësisë tonë diasporë. Kam parë që ke një entuziazëm të jashtëzakonshëm dhe përdej kandidatimit, përdej rezultatet ti do të jesh me ne, ashtu siç do të jenë me ne gjithë kandidatët nga diaspora. Unë të falenderoj shumë Elio dhe do të bashkëbisedojmë sërish. Faleminderit Alban, shumë faleminderit.